Ka dokumente që nuk tregojnë çfarë ndodhi. Tregojnë si u desh të dukej ajo që ndodhi. Ky tekst është një prej tyre. Nuk është shkruar për arkiv, është shkruar për bindje. Tirana, viti 1940. Një batalion shqiptar përpara një betimi që nuk ishte vetëm ushtarak. Dokumenti hapet me një imazh të ngrirë në disiplinë. Ushtarët përshkruen fermi, immobili, alineati a plotoni affiancati, sotto il sole della grande giornata. Trupa pa lëvizje, rreshta të përsosur. Heshtje. Nuk është thjesht përshkrim vizual, është gjuhë pushteti. Që në rreshtin e parë, individi zhduket, mbetet formacioni. Bëhet fjalë për ushtarët e batalionit Tarabosh, soldati shqiptari, të thirrur të kryen një betim solemn ndaj mbretit të Italisë dhe të Shqipërisë, perandorit e Etiopisë. Në letër gjithçka duket e rregullt, juridikisht e pastër. Kurorat janë bashkuar. Shqipëria nuk ka më mbretin e saj. Por ajo që dokumenti nuk thot është se ky betim kryhet nën pushtim, pa zgjedhje politike, pa alternativë reale. Qëllimi shprehet qartë dhe pa ekuivok. Ky betim bëhet për të entrare a far parte dell'esercito italiano. Nuk flitet për aleancë, nuk flitet për bashkëpunim, flitet për hyrje. Nga ky çast, struktura ushtarake shqiptare pushon se ekzistuari si e tillë. Urdhrat nuk vinë më nga Tirana, vinë nga Roma. Ceremonia zhvillohet në fushën e armëve të kazermës Principe di Piemonte në Tiranë. Edhe vendi është pjesë e mesazhit. Territor shqiptar, emër italian. Institucioni pushtetit të ri, një pushtim i shndërruar në ritual. Teksti ndalet vazhdimisht te heshtja. Altissimo era il silenzio nell'arsura dell'aperta campagna. Heshtja përshkruhet si madhështore, si solemne, si historike. Por heshtja ka edhe një kuptim tjetër. Është mungesë zëri, mungesë kundërshtimi. Në propagandë, heshtja quhet nder. Në histori, ajo shpesh është frikë. Në këtë hapësirë të kontrolluar hyn gjenerali Pariani, një figurë qendrore e aparatit ushtarak fashist, arkitekti i reformave që shndruan ushtrinë italiane në instrument të perandorisë. Prania e tij tregon se kjo nuk është një ceremoni lokale, është pjesë e një projekti të gjerë, një skenë e vogël brenda një strategjie të madhe. Dhe pastaj sërish heshtje. Poi il silenzio era disceso nuovamente, pesante e compatto. Një heshtje e dendur, e rënd, një heshtje që nuk lë hapësirë për mendim, vetëm për bindje. Dokumenti nuk pyet, nuk dyshon, nuk ndalet. Ai përgatit terrenin për atë që do të vijë më pas, për figurën që do të flasë në shqip, për fjalët që do të lidhin betimin me besnikërinë, për momentin kur ceremonia do të kthehet në akt politik. Pas trupave të ngrira dhe heshtjes së rënd, dokumenti nxjerr në skenë figurën që i jep zë ceremonisë, një oficer shqiptar që del përpara rreshtave dhe flet në gjuhën e tyre. Allora si fece avanti il colonnello Acif Përmeti, shkruhet, dhe theksohet menjëherë sa i filloi të fliste në shqip, duke u shpjeguar ushtarëve kuptimin e ritit që do të kryhej. Ky detaj nuk është i rastësishëm. Regjimi e di se betimi nuk mjafton të lexohet. Ai duhet kuptohet. Pushteti flet në gjuhën e të pushtuarit për ta bërë nënshtrimin më të pranueshëm. Fjalët nuk vinë nga një oficer italian, por nga një shqiptar me autoritet mbi trupat. Kjo e bën mesazhin më të fortë se çdo urdhër i huaj. Përmeti përshkruhet me kujdes. Alto, diritto, in posizione di attenti. I drejt, i palëvizur. Zëri i tij përshkruhet si i fortë, i sakt, me një timbër metalik. Ky nuk është një portret i pafajshëm, është ndërtim figure. Lexuesi duhet ta shohë si oficer të besueshëm, si njeri që kontrollon situatën dhe që përfaqëson rendin e ri pa hezitim. Fjalimi arrin kulmin kur ai u drejtohet drejt për drejt trupave si soldati d'Albania dhe mbyll me fjalët që dokumenti i veçon me kujdes. Da oggi il nostro motto è la consegna del duce, credere, obbedire, combattere. Motoja fashiste vendoset pa përkthim, pa zbutje, pa distancë. Ideologjia nuk vjen nga Roma si urdhër abstrakt, ajo artikulohet nga një oficer shqiptar, në Shqip, përpara ushtarëve shqiptar. Në këtë çast, ceremonia pushon së qenë thjesht ushtarake. Ajo kthehet në akt besnikërie ideologjike. Dhe ky moment është thelbësor për propagandën, sepse nuk është mjaftueshëm që trupat të binden.
Ato duhet të shohin se bindja artikulohet nga brenda. Pas fjalimit, skena ndryshon. Një kolonel italian afrohet dhe i shtrëngon dorën përmetit për një kohë të gjatë përpara trupave dhe 2 flamujve. Ky gjest përshkruhet si primo cameratesco saluto. Fjala sugjeron barazi, por realiteti është tjetër. Barazia shpallet vetëm pasi hierarkia është pranuar. Shqiptarët pranohen si kamerat vetëm pasi kanë pranuar betimin, komandën dhe ideologjin. Koloneli italian flet për vlerën e betimit, për nderin dhe jetën, për sakrificën deri në fund. Çdo fjali përkthehet fraze për fraze nga një oficer shqiptar i ri që qëndron pranë tij. Asgjë nuk lihet në mjegull, asnjë kuptim nuk humbet. Betimi duhet jetë i plot, i qartë dhe i pakthyeshëm. Dhe pikërisht në këtë çast, ndërsa fjalët ende qëndrojnë në ajër, dokumenti zhvendos vëmendjen. Përmeti ngjitet në podiumin e autoriteteve. Aty, përpara të gjithëve, i dorëzohet shalli blu i gradës italiane dhe i komunikohet se me vendim të duçes, ai emërohet në vend general brigade. Ky nuk është thjesht një nder personal, është mesazh politik i drejtë për drejtë. Besnikëria shpërblehet, autoriteti vjen nga lart. Gradimi ndodh para syve të trupave, për të mos lënë asnjë dyshim mbi lidhjen midis bindjes dhe pushtetit. Në këtë çast, ceremonia nuk ka më nevojë për shpjegime. Fjalët kanë bërë punën e tyre. Shembulli është dhënë. Rendi i ri është bërë i dukshëm. Pas gradimit dhe shtrëngimeve të duarve, ceremonia hyn në fazën për të cilën është ndërtuar që nga fillimi. Momentin ku fjala pushon dhe zëri kolektiv merr formë. Dokumenti e përshkruan këtë çast me një heshtje të ngarkuar. Dopo le ultime parole del colonnello Manerini, subentrò il silenzio pieno di attesa. Një pritje e dembur, ku gjithçka është gati, por asgjë ende nuk ka ndodhur. Në këtë heshtje, teksti ndalet te detajet e vogla. Një frushëllim e largët insektesh në fusha. Ajri i mbushur me dritë. Një mëngjes që përshkruhet si fest. Këto nuk janë zbukurime të pafajshme. Ato shërbejnë për ta shkëputur aktin nga realiteti politik dhe për ta vendosur në një hapësirë pothuajse rituale. Sikur betimi të mos ishte zgjedhje njerëzore, por pjesë e rendit natyror. Dhe pastaj, pa paralajmërim, ngrihet formula e betimit. Altissima risuonò allora la formula del giuramento. Dokumenti nuk e riprodhon tekstin e betimit. Ai nuk ka nevojë. Formula është e njohur. Është betimi standard i ushtrisë italiane. Duke mos e cituar, teksti e paraqet si të padiskutueshme, si diçka që qëndron mbi individin dhe mbi rrethanat. Përgjigja vjen menjëherë. Il grido unanime, impetuoso, fierissimo nella sua brevità del battaglione Tarabosh. Një brit me vetme, jo zëra të veçantë, jo individ, një trup që flet si një. Ky është modeli ideal i bindjes për propagandën, pa hezitim, pa nuanca, pa dallime. Menjëherë pas zërit, vijnë armët. Raffiche di mitra aliatrice e salve d'artilleria, lacerarono l'aria. Fjala pasohet nga dhuna, betimi vuloset me zjarr. Dokumenti e përshkruan këtë si një sigillo tempestoso e guerriero, një vulë e dhunshme në një firmë solemne. Kontrata mbyllet jo me shkrim, por me zhurmë dhe barut. Në këtë pikë, dokumenti ndalon së përshkruar ngjanjen dhe fillon ta shpall atë. Un momento di fatale significato era passato nella storia dell'Albania. Fjala fatale nuk nënkupton rastësi, ajo sugjeron pashmangshmëri, sikur kjo të ishte rrjedha e natyrshme e historisë dhe jo rezultati pushtimit dhe forcës. Zëri i armëve, sipas tekstit, nuk mbetet në Tiranë, ai përhapet. Il rimbombo delle mitra aliatrici edhe i kanoni si espanse in tutti i Balkani. Nga një kazermë në një rajon të tërë, nga një ceremoni në një projekt geopolitik. Propaganda e zmadhon ngjarjen për t'i dhënë peshë perandorake. Dokumenti flet për Italinë dhe Shqipërinë si dy vende tashmë të lidhura me vinkuli dinastici e ideali. Pushtimi zhduket nga gjuha, zvendësohet me lidhje, me bashkim, me identitet të përbashkët. Dhe ky identitet përkufizohet qartë. Ai ekziston vetëm nell'identicità delle stesse armi e dello stesso giuramento. Barazia nuk kalon përmes sovranitetit, të drejtave apo vendimmarrjes, ajo kalon përmes armëve dhe betimit. Kur gjithçka duket se ka mbaruar,
Dokumenti e mbyll me një ndryshim toni. Poi, nella calma e lucente mattina, s'alzò il canto dei soldati. Pas armëve, vjen kënga. Pas zjarit, muzika. Është struktura klasike e ritualit. Dhuna mbulohet me harmoni. Akti i forcës përfundon me ndjenjë përkatësie. Marshi mbretëror këndohet në italisht, me shqiptimin e sakt, që teksti e vën re me krenari. Shqipja zhduket në momentin kulmor. Identiteti i ri kërkon një gjuhë të vetme, një zë të vetëm, një besnikëri të vetme. Pas këngës dhe pas zhurmës së armëve, ceremonia nuk përfundon me një herë. Dokumenti ruan edhe një akt të fundit, të ndërtuar për të fiksuar në mënyrë simbolike atë që tashmë është vendosur politikisht. Granatierët italian, që gjatë gjithë ceremonisë kanë qëndruar të palëvizur në krahët e batalionit shqiptar, lëvizin njëkohësisht. Me një manovër të saktë dhe të shpejtë, ata dalin përpara rreshtave të Taraboshit dhe vendosen ballë për ballë me ushtarët shqiptar. Çdo granatier vendos stelat në jakën e uniformës së kameratit shqiptar. Ky gest përshkruhet me kujdes. 2 ushtar përballë njëri tjetrit, të drejtë, në pozicion deri, me sytë fiksuar te njëri tjetri. Është një moment i ndërtuar për të kujtuar, një ritual që synon të krijojë ndjenjen e bashkimit personal, jo vetëm institucional. Dokumenti flet për granatier të ardhur nga Alpet, nga fushat dhe brigjet italiane, që bashkohen me figli delle Rupi, bijtë e shkëmbimëve shqiptar. Gjuha është epike, territoret përzihen, identitetet shkrijnë kufit. 2 ushtri paraqiten si një trup i vetëm, i lidhur nga e njëjta simbolik dhe i njëjti destin. Stelat që ndriçojnë për herë të parë mbi uniformat shqiptare nuk janë thjesht dekor, ato janë shenja përkatësie. Nga ky moment, dokumenti e shpall hapur se trupat shqiptare janë fuzi per sempre in una sola compagine. Bashkimi paraqitet si i pakthyeshëm. Gjuha e përjetësisë përdoret për të fshirë çdo mundësi rikthimi. Ceremonia mbyllet me salutin ndaj mbretit perandor. Riti është përfunduar. Kalimi i trupave shqiptare në radhët e ushtrisë italiane shpallet i kryer. Dokumenti e përshkruan këtë si akt solem dhe përfundimtar, si mbyllje e një kapitulli dhe hapje e një të ardhmeje të re. Më pas, vështrimi zgjerohet. Teksti nuk qëndron më në kazermë. Ai flet për gjithë Shqipërinë, për flamujt trengjyrësh dhe kuqezi, për shqiponja perandorake dhe për shqiponjën dykrenore të Skënderbeut, të vendosura krah për krah. Simbolet kombëtare dhe perandorake bashkjetojnë, sikur të mos kishin qenë kurrë në kundërshtim. Në fund, dokumenti e mbyll me një ndjenjë të rëndë fati, një heshtje e madhe, një ndriçim i fortë, një ardhme që paraqitet si e pashmangshme. Horizontet e një nuovo avvenire hapen për Shqipërinë, jo si zgjedhje, por si rrjedhë natyrshme e historisë, sipas narrativës së regjimit. Kështu përfundon dosja, me një ceremoni që shndrohet në legjitimitet, me një betim që kthehet në armë, me një pushtim që vishet me uniform, simbole dhe ritual, jo për të fshehur në arkiva, por për të bërë besueshëm.